Atëherë, diçka tjetër që mua më pëlqen te ky broker është që ne mund të bëjmë domethënë lëvizje nga akaunti në akaunt. Pra, normal e kanë dhe brokeret e tjerë këtë gjë, po këtu ne për shembull siç u shpjegova, mund të lëvizim lekët nga walleti kryesor që kemi i trading në një llogari tregtimi të caktuar, më pas nga një llogari tregtimi në një llogari tjetër tregtimi e tjerë e tjerë. Pra, siç e shihni, për shembull, unë mundet të çoj këtë $0.57 në walletin tim dhe bëj transfer. Kaq e thjesht. Pra, mundet ose nga walleti të transferojmë për tek llogaritë tona tregtare, ose nga llogaritë tona tregtare mund të transferojmë në wallet dhe vin direkt emaili që transferimi i fondeve në wallet është i suksesshëm. Pra, përsëri edhe këtë që quam këtu për shembull mund ta dërgosh tek tek një tjetër. Kemi këtë $2.2 për shembull, një moment. Këtë e çojmë përsëri në wallet. E bëjmë transfer max, e bëjmë transfer. Këtu nxori një problem se di çfarë thot, po besoj është bërë. Po është bërë, thjesht duhet ta bëjmë reload. Pra ja ku është $2.7. Tani unë në wallet kam $2.7. Në qoftë se dua të kreditoj një nga akauntet me $2.7, ja çoj përsëri duke bërë këtë lloj transferte, këtë lloj opsioni që ky broker na jep. Pra doja t'ju shpjegoja në këtë manual për brokerat dhe këtë feature të këtij brokeri. Shihemi tek videoja e fundit e këtij manuali për t'ju shpjeguar komplet dashboardin nga A në Z se si ta përdorni.